Aksidenti rënd në Itali, makina përplaset me kamionin e mbeturinave, humbi jeton 33 vjeçari shqiptar. Një aksident i rënd rrugor me pasojë vdekjen e një personi është regjistruar rreth orës 01 të mëngjesit në autostradën Peretana, në zonën e Marsaboto, pranë Bolonjës, Itali. Sipas mediave italiane, një automjet tip Volkswagen Lupo është përplasur ball për ball me një kamion të mbledhjes së mbetjeve. Dyshohet se makina e vogël ka qenë duke parakaluar në momentin e përplasjes. Pas impaktit, automjeti ka dalë nga rruga dhe është përfshirë nga flakët. Në vendngjarje kanë ndërhyrë zjarfiksit, shërbimet e emergjencës dhe karabinierët, por drejtuesi i mjetit u gjeti pa jetë brenda makinës së djegur. Autoritetet italiane bëjnë me dije se viktima dyshohet të jetë një 33 vjeçar shqiptar, banues në Marsaboto dhe pronar i regjistruar i automjetit. Megjithatë, identifikimi zyrtar ende nuk është konfirmuar për shkak të gjendjes së trupit.